Sot në kuadër të festivalit ndërkombëtar Zgjimi në Art, që është një ngjarje e rëndësishme kulturore në Prizren dhe që mbledh artistë vendas dhe ndërkombëtar për të promovuar pikturën, letërsinë, muzikën dhe performancën, u organizua me 18 fëmijë, tregon organizatori i këtij festivali, profesor Onat Bajmak. Ai tregon se këtë vit organizohet ky festival për të 24-ën vit radhëse dhe ka synim që të krijojë një hapësirë dialogu artistik dhe kulturor, duke përfshirë komunitetin lokal si dhe vizitorët e shumtë. Në këtë rast ai për televizionin Besa tregoi se në këtë festival tani 24 vite radhëse e financon Komuna e Prizrenit bashkë me Ministrinë e Kulturës. Festivali është si vjet edicioni 24. Edhe si vjet kemi bërë një ndryshim me kolonia artistëve, ashtu sa është e kemi pas me disa shtetet e jashtëve që i kemi organizuar çdo vit. Si vjet e kemi organizuar edhe me fëmijë. Këtë herë kemi pas 18 vogjel, edhe i kam punime ndryshe. Si vjet e kemi edhe ekspozitat. Olga Erhan është prej Turqisë. Diba Celina është Prizrenit që i ka me pas një ekspozit, edhe me premten është një aktivitet tjetër që do të mbat në prap këtu Shani Efendi. Shtunën bëhet hapje e festivalit. Hapje e festivalit do të bëhet në ora 7 në Shani Efendi, këtu ku jemi, Bramje. Edhe në ora 8 fillojmë masandej te Xhemali Berisha, Shtëpia Kulturës, do të bëjmë hapjen e festivalit. Aty do të konë edhe 2 aktivitet tjerat, është një aktivitet muzikar që është një trio, ka me bo një performance klasike, edhe është një artisti njohur turqiz Zafer Algöz, ai do të bo një bisedim me moderatorin ton. Edhe besoj që ka me konë një program bajagi koqa mirë, edhe presim këtë Prizrenalin me marrë pjesë. Pra po kalzoj shtune, në ora 7 fillojnë këtu të Shani Efendi, në ora 8 të Xhemali Berisha fillon programi festivalit. Si që dihet, festivali është edicion 24 dhe përkrahet ka Komuna e Prizrenit, 24 vjet pa me ndërprej. Edhe Ministria e Kulturës është përkrahje 24 vjet, bashkë i kemi rrit këtë festivalin me Ministri e Kulturës edhe me Komunën. Si vjet i kemi edhe sponsorat Abi Qashi, është sponsori general, edhe i kemi konsulata e Turqisë në Prizren, ambasada e Turqisë në Prishtinë. Sot në këtë event ishin prezent edhe konsul i përgjithshëm i Turqisë në Prizren Fatih Topçu. Këtë vit sponsor general i këtij festivali është Abi Qashia, konsulata e Turqisë në Prizren, si dhe ambasada e Turqisë në Prishtinë.